Huma Abedin dhe Alex Soros janë zyrtarisht burrë e grua të sapo martuarit, thanë po përpara të ftuarve special. Establishmenti demokrat zbriti në Hamptons këtë fundjavë për një lloj dasme politike mbretërore që bashkoi botën e politikës, të pasurive të mëdha dhe njerëz të brendshëm të epokës së Clintonit. Të sapo martuarit Alex Soros, djali i George Soros, mbështetësit më bujar të Partisë Demokratike, dhe Huma Abedin, një ndihmëse politike e cila është përshkruar si pothuajse një vajzë e Hillary Clinton, ish zonjës së parë dhe sekretares së shtetit, e mbajtur të në një pronë të familjes Soros në Watermill, New York. Dasma bëri bashkë individ me një qëndrim të rrallë pasurie dhe pushteti. Përtej familjarëve të çiftit, lista e të ftuarve përfshinte zonjën Clinton dhe bashkëshortin e saj, ish presidentin Bill Clinton, ish nën-presidenten Kamala Harris dhe bashkëshortin e saj Doug Emhoff, senatorin Chuck Schumer të New Yorkut, udhëheqësin e pakicës, ish kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, personazhe të famshëm si Nikki Hilton Rothschild, figura kulturore si redaktoria e Vogue Anna Wintour, miq të hershëm të Clinton si ndërmjetësia e fuqishme nga San Francisco Suzy Tompkins Buell dhe personalitete të huaja si kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Grupi vokal Boyz II Men performoi në dasëm, sipas dy prej të pranishmëve, dhe midis personave që ngritën dolli ishin vëllai i Soros, Jonathan, zonja Clinton, zonja Wintour dhe zoti Rama. Pjatat përfshinin anjoloti me tartuf, supë angleze me bizele të ftohta, mish viçi wagyu dhe karkaleca të pjekura në zgar. Raportohet se u shërbyen gjithashtu shumë pije speciale me shampanjë dhe tekila. Sipas Vogue, nusja veshi 2 fustane nusërie të personalizuara për festimin me 2 ceremoni, një nga Erdem dhe një nga Givenchy, të dizenjuar përkatësisht nga Erdem Moralioglu dhe Sarah Barton. Festimet rastësisht përkuan me një fundjavë jashtëzakonisht kaotike brenda dhe jashtë vendit. Protestuesit u mblodhën në gjithë vendin për të kundërshtuar presidentin Trump, edhe pse ai mbajti një paradë ushtarake të pazakontë në Washington. E ligjvënësi i Minnesotës u vran në një shpërthim të ri dhune politike. E sulmet midis Izraelit dhe Iranit zitën frikën e një zjarri më të gjerë në lindjen e mesme. Gjithçka ishte shumë e qetë në Hamptons, ndërsa karvan me suva të zinj transportuan pjesëmarrësit në dasëm përgjatë një rrugice të ngushtë me pyll dhe përmes një porte të rrethuar nga lule vjollcat. Soros është një nga figurat më intriguese të botës së donatorëve, mbajtësi një diplomë doktorature në histori. Ai ka marrë përsipër drejtimin pas dekadash nga babai i tij, tani 94 vjeç, i cili ka mbështetur kauzat liberale në gjithë botën. Alex Soros e ka quajtur veten më politikan se sa babai i tij. Alex, 39 vjeç, ka zbuluar se ndihet rehat në qendër të vëmendjes dhe ka postuar me forcë në mediat sociale, ndërsa ka detajuar takimet e tij me udhëheqësi demokrat. Ai ka të ngjarë të jetë një pjesë e rëndësishme e skenës së filantropisë liberale për dekada të tëra, dhe shumë në qarqet progresive duan të qëndrojnë pranë tij. Romanca e tij me zonjën Abedin, 49 vjeç, ka magjepsur pjesë të shoqërisë së lartë. Kjo pjesërisht për shkak se martesa e saj e fundit u përkeqësua në një mënyrë spektakolare. Ish burri i saj, ish përfaqësuesi Anthony Weiner, u përfshi në skandale të shumta përpara se ajo të njoftonte ndarjen e tyre në vitin 2016. Zoti Soros dhe zonja Abedin njoftuan fejesën e tyre korrikun e kaluar. Fillimisht ata planifikuan të arratiseshin, raportoi Vogue të shtunën, por ndryshuan mendje pas një fejese të bashkëorganizuar nga zonja Clinton në dhjetor, ku pjesëmarrësit ushtruan presion mbi çiftin për të mbajtur një festë më tradicionale. Mendoj se ajo e meriton të ketë një moment të tillë, i tha zonja Clinton në revistës. Festimet e fundjavës përfshin një ceremoni më të vogël për të nderuar si besimin musliman të zonjës Abedin, ashtu edhe trashëgimin hebraike të zotit Soros. Në dallim nga Soros, Abedin ka treguar një dëshirë për privatësi. Ajo filloi të punonte për zonjën Clinton si një praktikante 19 vjeçare, ndërsa ndiqte Universitetin George Washington dhe gradualisht hyri në role më të rëndësishme. Martesa e saj me Soros do t'i çmentojë ata si një çift politik dhe do të vazhdojnë ta gjejnë veten në qendër të vëmendjes së publikut. Skena e të pasurve ishte veçanërisht mbretëlënse, duke patur parasysh debatin e ashpër të Partisë Demokratike se si të përmirësoj pozicionin e saj historikisht të ulët tek votuesit dhe të rifitojë amerikanët e klasës punëtore, me të cilët shihet gjerësisht se ka humbur kontaktin. Ndërsa Maserati, Porsche dhe makina të tjera luksoze lëviznin në rrugët jashtë vendit ku organizohet ceremonia, disa shoferë kurioz ngadalësuan përpara se oficerët e sigurisë t'i shtynin shpejt. Një grua u përkul nga sedilja e pasagjerit dhe tund tek krah duke bërtitur "Përshëndetje Bill". Nuk ishte e qartë nëse zoti Clinton ishte në distancë të afërt me të. Dasma mund të jetë takimi më i lakmuar verori i shoqërisë elitare vetëm për pak javë, shkruan New York Times. Më vonë këtë muaj, disa nga të njëjtët të ftuar do të udhtojnë për në Venecia për dasmën e një çifti tjetër të fuqishëm, Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez.